Sonte Republika e Kosovës foli me votë, me besim dhe me qartësi, foli në emër të shpresës, të qetësisë dhe në emër të punës, foli për te zhurmës, për te fyrjes, për te ndarjes, dhe mesazhi ishte i qartë: Kosova sot kërkon maturi. Lidhja demokratike e Kosovës, shtëpia e madhe e qytetarisë, sot ka fituar. Kemi fituar me ndershmëri, me përkushtim dhe me njerëzit më të mirë që ka ky vend. Kemi fituar me qytetari, me ide, me punë, me përkushtim. Kemi fituar sepse qytetari i Kosovës e kuptoi qartë dallimin mes punës dhe fjalës, midis dinitetit dhe arrogancës, mbi gjitha midis shpresës dhe frikës. Sot LDK e shpall fitoren në kryeqytet, përparim Rama është kryetari i Prishtinës edhe për 4 vite të ardhshme. Përparim Rama dhe LDK kanë marrë 51.5% të votave të numëruara, të gjitha votave të numëruara në Prishtinë, apo 47.000 votues i kanë dhënë mbështetje kandidatit tonë dhe Lidhjes Demokratike të Kosovës. Kemi fituar pranë Prishtinë, aty ku fjala, puna dhe kultura qytetare janë shenjë e identitetin tonë politik. Prandaj i ftoj fillimisht dhe ju uroj gjithë qytetarët e Prishtinës, por i ftoj në festën e madhe të kryeqytetit sonte nga ora 21:30 në sheshin Ibrahim Rogova, sheshin Skënderbej. Le të festojmë me dinitet siç na takon ne, le të festojmë për Prishtinën dhe këtë fitore të madhe që kam arrit tani bashkarisht. Por dua të them se kjo fitore nuk është vetëm e jona, nuk është vetëm e LDK-s. Është fitore e qytetarit që kërkon dinitet në jetën publike. Është fitore e njerëzve që duan zhvillimin e jo propagandën, që duan qetësinë e jo urrëtitjen, që duan shpresën dhe jo frikën. Është fitore e Kosovës që refuzon përçarjen dhe zgjedh unitetin kombëtar. Për këtë jemi krenar të gjithë, për këtë mburremi të gjithë në LDK. Dhe sonte në këtë konferencë të shtypit, të parën dhe të fundit, shpallim fitoren dhe në këto komuna. Në Pej me Gazmend Muhaxherin me 61% mbështetje. Në Viti me Sekal Halitin me 52% mbështetje. Në Dragash me Bexhe Xheladinin me 60% mbështetje. Në Junik me Rushdisheun me 60% mbështetje. Pra sonte LDK fiton në 5 komuna, fitojmë pra në Prishtinë, fitojmë në Pej, në Viti, në Dragash e në Junik. E në rundin e parë kemi fituar edhe në Lipjan, edhe në Istog, duke dërguar numrin e gjithëmbashëm të komunave ku LDK udhëheq në plot 7 sosh dhe kështu vendosur qartë LDK si partinë me numrin më të madh të komunave që qeveris nga këto zgjedhje lokale. Dhe sonte dua t'i drejtohem me plot mirënjohje të thellë secilit aktivist tonit, secilës vajzë, secilit djalë, burrë, grua, secilës familje, që për javë të tëra kanë lënë çdo gjë anash për të bërë pjesë e këtij rrugtimi. Ju që ecët derë më derë, lagje më lagje, qytet më qytet, ju që e mbajtët flamurin tonë me plot dinitet, ju jeni shtylla kryesore e fitores sonë. Prandaj ju them se fitoria sonte është fitore e juaja, është shpërblim i punës dhe angazhimit tuaj, i përkushtimit dhe mbi gjitha besimit që keni ndaj nesh. Por sonte dua t'ju flas dhe atyre që nuk na kanë votuar. T'u them se demokracia është për të gjithë dhe Kosova është e të gjithëve. Këtë republikë asnjë qytetar nuk duhet të ndihet humbës, sepse zgjedhjet ndajnë e na ndajnë vetëm për një ditë, pas saj na bashkon një qëllim i përbashkët, mbi gjitha një përgjegjësi e madhe për ndërtuar Republikën e Kosovës. LDK nuk fiton asnjëherë për ndarë, LDK fiton për të punuar e për të bashkuar. LDK nuk njeh qytetar të ndarë në ngjyra e flamuj partijakësh, ne njohim vetëm qytetarët e Republikës Kosovës, të barabartë me dinitet, mundësi dhe në ëndrrën e përbashkët që e kemi për këtë republikë. Në çdo komunë ku kemi fituar, ne do të kemi qeverisje për të gjithë qytetarët, sepse për ne qeverisja është përgjegjësi e jo privilegj. Është detyrë
për dëgjuar dhe sidomos dëgjuar ata që mendojnë ndryshe nga ne, për ndërtuar bashk, për tesur bashk dhe me ata që nuk pajtohen me ne. Prandaj sonte dua të them qartë dhe zëshëm, deri sonte fituesit tonë ishin kandidat vetëm të Lidhjes Demokratike të Kosovës, nga sonte këta fitues janë kryetar të gjithë qytetarëve të komunave tyre. Kështu e kuptojmë ne politikën, kështu e kuptojmë ne demokracinë. Dhe në këtë frymë, sonte fitoria është e të gjithëve, është thirrje për punë, për përulësi dhe për dinjitet. Sepse qytetarët nuk kanë nevojë për heroizma, qytetarët kanë nevojë për punë dhe shërbim. Nuk kanë nevojë për armiq, kanë nevojë për partner, nuk kanë nevojë për fjalë të mëdha, kanë nevojë për vepra të ndershme. Dhe sonte Kosova ka bërë një hap përpara drejt normalitetit, për të cilën LDK janë burrë të fortë, drejt një qeverisje që punon, që dëgjon, që respekton, drejt një vendi ku fjala shtet dhe fjala dinitet kanë kuptim të thellë e të përbashkët. Dhe ky është misioni ynë. Dhe në këtë mision do ta çojmë përpara gjithherë sa herë që LDK bën garë. Ju faleminderit gjithëve për besimin, për përkushtimin dhe për durimin tuaj. Urime fituesve, urime dhe të tjerëve që nuk kanë fituar deri më tani, urime për garën e dinjitetshme, urime gjitha qyteteve që fitoria shënon qytetarin, e mbi gjitha urime Republikës Kosovës për një natë shprese dhe për një fillim të mbar të Republikës Kosovës. Edhe një herë, ju faleminderit për gjithë angazhimin e madh, ju faleminderit për punën jashtëzakonshme, ju ftoj gjithëve në festën e madhe në ora 21:30 në sheshin Ibrahim Rugova dhe sheshin Skënderbeu. Jo, nuk kemi ndjeni për zhvillimet e tilla, por edhe një herë po themi, kemi garuar në 9 komuna, sonte kemi fituar 5 sosh, jo të gjitha, dhe në raundin e parë kemi fituar dhe 2 të tjera, që do të thotë se në gjithsej kemi 7 komuna të fituara, përfshirë dhe kryeqytetin që është në garën elektorale gjëja më rëndësishme. Shëqoni, me dëshirë do të fitonim gjitha komunat, këtë herë kemi fituar 7 përfshirë dhe Prishtinën. Natyrisht që në disa komuna provohet, angazhohet, vjen një kohë në mënyrën më demokratike të ndryshoj edhe qeverisja dhe s'është fundi politik. Besoj që kandidatët tonë duhet ndihen shumë krenar për fushatën e bërë, për angazhimin e bërë. I përgëzoj gjithë një nga një, gjithë ata, edhe në Fushë Kosovë, edhe në Obiliq, edhe në Gjilan, edhe në Suareg, si që përgëzoj të gjitha ekipet tona dhe në raund të parë, jo të gjitha kanë arritur rezultate që kemi dëshiruar, por në përgjithësi, LDK-ja ka një rezultat të jashtëzakonshëm në një garë shumë të vështirë elektorale në Kosovë dhe ka fituar me plot dinjitet, me plot bindje, një garë të rëndësishme elektorale. Nisur nga Prishtina, vazhduar në Pej, në Istok, në Lipjan, në Viti, në Dragash, në Jonik, pra janë fitore thelpsore të Lidhjes Demokratike të Kosovës, me të cilat tani duhet të shohim dhe frymën e ashme që po na vjen në politikë, e që është frymë e punës, angazhimit, qytetarisë dhe dinjitetit. Jemi të lumtur që Prishtina ka folur e para, i përshëndesim gjitha komunat gjithandej Kosovës, i falenderojmë nga zemra për punën dhe angazhimin e madh që kanë bërë, na kanë bërë krenar të gjithë, le të vazhdojmë të punojmë për qytetarët e Kosovës tani. Ne në Prishtinë kemi pas mbështetjen e qytetarëve të Prishtinës. Pra kjo është me rëndësi. Në Prishtinë kemi kërkuar dhe kërkojmë mbështetjen e qytetarëve të Kosovës. Mos e harroni një fakt shumë të rëndësishëm. Në Prishtinë, LDK dhe Përparim Rama janë të parët, si në për asamble, ashtu në raund të parë dhe në raund të dytë. Prishtina ka reflektuar e para dhe për këtë na ndihemi krenar. Pra të dalë LDK-ja e para si parti në Prishtinë është rezultat jashtëzakonshëm, sepse në kryeqytet nisin ndryshime të mëdha dhe në nivel nacional.